edhe e bojmë një shkrepje. Me dorën e djathtë fike motorin! Arsyeja e ndoljes, kontroll rutin. Këto janë pamjet nga stërvitja e gjeneratës së 62 të Policisë së Kosovës. Për ta, dita e madhe erdhi me 11 korrekt 2025, kur zyrtarisht diplomuan dhe ju bashkuan në radhëve të Policisë së Kosovës. Me motiv të madh, ata kaluan sfida dhe trajnime të ndryshme vetëm për të veshur uniformen e policisë dhe për të shërbyer në mbrojtje të rendit dhe sigurisë në vend. Por pas diplomimit, realiteti për shumë prej tyre doli të ishte ndryshe nga ai që e kishin pritur. Që nga korriki i vitit 2025, djetra policë të gjeneratës së 62 vazhdojnë të jenë të angazhuar në pika statike sigurimi, larg aktiviteteve të përditshme policore dhe punës operative në terren. Nacionale ka pranuar disa shqetësime nga zyrtarë të ndryshëm policor që kanë dashur të mbesin anonim. Ata janë ankuar se për të pasur aftësi të nevojshme profesionale për të vepruar në raste emergjente në pika statike, duhen edhe trajnime të veçanta, të cilat nuk i kanë ndjekur. Megjithatë, kjo është njëra vetëm nga ankesa që ata kanë paraqitur. Policë të rinj që kanë pasur ëndër ta veshin uniformen e të kryen nevojat operative për të dalur në ndihmë të qytetarëve, janë kthyer në rojtar të objekteve dhe pa mundësi avancimi profesional. Dhe kjo duke vlerëtur vetëm për këtë gjenerat, pa rotacion dhe pa ndryshime, për gati një vit e njëjta histori. Këta policë kanë pasur nga 2 muaj kohë për të dalur në patrull, pra punë në terren dhe janë kthyer sërish në ato kabinat e bardha të pikave statike. Kjo është me ta mbyt motivin, tha një policë në kushtet të anonimitetit për nacionalen. Duke qenë se pas një viti, policët mund të aplikojnë për avancim nëse ka konkurse brenda policisë, ata vlerësojnë vetën se janë dëmtuar qysh në start, pasi për tërë vitin nuk kanë pasur asnjë mundësi të zhvillimit apo përgatitjeve më profesionale, thjesht kanë qëndruar në një vend. Lidhur me këtë çështje, Gazeta Nacionale i është drejtuar Policisë së Kosovës për sqarim. Sipas PK-s, sistemi i policëve të rinj pas diplomimit bëhet konform nevojave operacionale dhe pozitave të lira në polici, ndërsa dëshmërdarja e gjeneratës së 62 në këtë rast është realizuar mbi këtë bazë. Në lidhje me trajnimet, Policia e Kosovës thotë se gjatë trajnimeve bazë, policët fitojnë njohuritë e nevojshme për ushtrimin e detyrave dhe zbatimin e autorizimeve policore. Pra policia flet për trajnime të përgjithshme e jo për ato specifike që kërkohen për policët që kryen këto nevoja operacionale. Pra thënë shkurt e qartë, në një rast emergjent në këto pika statike, pjesa më e madhe policëve të kësaj gjenerate nuk dinë si të veprojnë, pasi kanë kryer vetëm trajnimet bazike në Akademinë për Siguri Publike në Voshtrim. Ndërsa për kushtet e shërbimeve në këto pika, policia është e përgjigjur se zyrtarët policor kryen detyrat që kërkohen për atë pozitë pune. PK gjithashtu vlerëson se angazhimi në këto pika statike nuk dikon në motivin apo zhvillimin profesional të policëve të rinj. Gjithashtu, sipas burimeve të Gazetës Nacionale, kushtet në të cilat operojnë disa nga këta policë konsiderohen të vështira. Të njëjta burime thonë se ka raste kur zyrtarët policor përfundojnë orarin të tërsh duke qëndruar në vetura, ndërsa në disa pika mungojnë edhe kushtet bazike për kryerjen e nevojave personale.